Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht për mbushjen e këtyre ëmbëlsirave do të kemi nevojë për mulla. Në total do të na duhen dikon 600 gram mull. Mund të përdorni cilin do lloj mulle që ju keni dëshirë. Mua më pëlqen kjo shija e kësaj mulle së verdhë, pasi është edhe pak e ëmbël, edhe pak e tharët. Vazhdojmë fillimisht që t'i pastrojmë mirë nga lëvorat. Vazhdojmë mullët t'i bëjmë në rinde direkt. Mullët i kemi gati. Në tek mullët vazhdojmë dhe shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer. Nëse juve ju duket pak, mund shtoni më shumë, por për mendimin tim 4 lugë gjelle sheqer janë mjaftueshëm. Vazhdojmë tani i vendosim në zjarr mesatar për disa minuta, derisa mullët zihen, të karamelizohen, zbuten dhe të na bëhen si reçel. Ashtu do të jenë ideale për mbushje. I zihem dikon parapërsisht 5 deri në 7 minuta, derisa shohim që më nuk ka mbetur fare lëng të mullat. Vazhdojmë që mbrenda shtojmë 50 gram arrat coptuara. Sa roni shtoni cimet. Ciment mund të shtoni sipas shijave. Unë do të shtoj dikon një lugë të vogël çaj. Përzihem mirë dhe tani me mbushjen e ëmbëlsirave e kemi gati. E largojmë anësh dhe vazhdojmë që ta përgatisim tani brumin. Vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Fillimisht do të kemi nevojë për 130 gram gjalp, por bëni kujdes që gjalpin ta keni të zbutur mirë në ambient të dhume, dikon parafërsisht 2 orë, t'jetë i butë që të mund ta punojmë brumin mirë. Vazhdojmë shtojmë 120 gram sheqer në pluhur. Shtojmë një vezë plot. Pak aromë vanilje, mund shtoni edhe vanilë sheqer. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Mielin gjithmonë e shtojmë me kujdes dhe duke e kontrolluar. Dikon parafërsisht 500 deri në 550 gram miell do të na nevojiten për ta formuar brumin e këtyre gurabive. Vazhdojmë tani që të përzihem mirë me dorë, derisa të ngjishet mirë, të përzihen gjithë përbërësit dhe të formojmë një brum mesatarisht të butë. Brumin e kemi gati, duhet të formoni kështu një brum mesatarisht të butë. Marrim një pjesë të vogël nga brumi, japim formën rumbullake në dorë. E tani për t'jallën formën më lehtë dhe më mirë, do të kemi nevojë letra për pjekje, të cilat i përdorim kur përgatitim muffins, dhe një shtrydhse për limon. Vazhdojmë e shtrojmë këtu poshtë letrën për pjekje, e vendosim edhe brumin. Si për brumin, shtojmë pak nylon foli, që mos në ngjitet tani. Kur ta shtypim, vazhdojmë, e shtypim kështu, e hapim dhe formën e gurabive e kemi gati. I vendosim në tepsi për muffins. Të demonstroj vetëm edhe një, edhe pse besoj se e keni të qartë më tani. Vendosni pak brum, mos harroni të shtoni nylon dhe ta shtypni mirë. Kemi renditur të gjitha në një tepsi për muffins. Tani vazhdojmë që t'i mbushim me mbushjen që e përgatitëm me mull. Mund t'i mbushni sipas dëshirës. Mund të shtoni edhe diçka tjetër në mes në vend të mullëve, por mua më pëlqen më shumë ti kombinim kështu me mull. Në këtë pjesa e brumit që e larguam anësh në fillim, shtojmë edhe 2 lugë gjelle miell dhe tani do të vazhdojmë me dorë, por duke e bërë kështu në troshka. Jo ta ngjeshim brumin, por direkt ta bëjmë në troshka. Do ta grimconi me duar, derisa të formohen kështu troshka të vogla nga brumi. Mund ta bëni në rinde, por është një procedurë më e gjatë. Duhet të ngrihet brumi për disa minuta në ngrirje të thellë, pastaj ta kaloni në rinde. Më besoni se kështu është shumë më lehtë dhe më thjeshtë. Vazhdojmë tani me pjesën e troshkave të mbulojmë gurabit. Marrim tani me duar, shtojmë me kujdes sipër gurabive. Masa është fiks për 12 gurabi si këto.
Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë, diku për afërsisht 18 deri në 20 minuta. Kurabia t'i kemi gati, por para se t'i shërbejmë, lejojmë që të ftohen diku për 10 minuta, pastaj vazhdojmë i largojmë këtu nga kalupi, po ashtu largojmë edhe pjesën e letrës anësh. Tani që janë ftofur pak, vazhdojmë me kujdes, i kapim në dorë dhe e largojmë letrën për pjekje. Pas janë pjekur mirë, largohen lehtë nga letra. Tani me gurabitit jam i gati, vazhdojmë t'i shërbejmë. Sipër i dekorojmë me pak sheqer pluhur. Shpresoj se do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.